Yes. Do të kalojmë tek më i vogli i gjithë panelit në këto momente, teksa bëhet gati dhe kënga të cilën do interpretoj në këto momente, është Adrian Shehaj. Adrian, gjatë gjithë kohës Adriani është i emocionuar sepse normalisht ne duhet ta kuptojmë është më i vogli dhe patjetër që nuk ka eksperjenca të tilla. Po, si po ndihesh mes më të rritërve jo vetëm për nga mosha, por dhe për nga karriera? Shumë mirë. Shumë mirë. Si ka qenë ky vit për Adriani? Për shkollën e kam fjalën, pastaj edhe për muzikën. Se shkolla është e para. Po, ka qenë shumë mirë ky vit 2012. Po. Cili nga prindrit apo kush është ai që të ri më pranë për të të ndihmuar, për të dhënë shtysën që ti të vazhdosh muzikë? Babi më shtyn për muzikën. Këngëtar me dorë mos apo jo? Po. Nga gjithë këngëtarët këtu besoj që i njeh edhe këngët i ke kënduar edhe vetë për kënaqësinë tënde apo jo? Je gati në këto momente pa emocione të dalësh përpara publikut, si po na ndjek nëpërmjet ekranit, edhe këtu në studio e të dëgjojmë këngën tënde. Djema që u bëri nëna, blidhu një ku bëjet kënga, si dy veku me të shtëna, zjarë e barut ka brënda, si dy veku me të shtëna, zjarë e barut ka brënda. Djem të nga Shqipëria, por bëjmë këngë jo shakara. Kur të shkruhet historia, do të thuhem nga e para. Ne djem të nga Shqipëria, por bëjmë këngë jo shakara. Që dalin nga fundi dheu, janë historia vet, ligjërimet e ateu. Janë historia vet, ligjërimet e ateu. Kur të shkruhet historia, do të thuhem nga e para. Ne djem të nga Shqipëria, por bëjmë këngë jo shakara. Kur të shkruhet historia, do të thuhem nga e para. Ne djem të nga Shqipëria, por bëjmë këngë jo shakara. Malet që gjëmojnë, supet mbi yje i qojnë. Jo mori jo nuk janë gjëmime, por janë këngë ligjërime. Jo mori jo nuk janë gjëmime, por janë këngë ligjërime. Ne djem të nga Shqipëria, por bëjmë këngë